Ekzistojnë ngjarje në historinë e një shteti që nuk matën me kohë, por me dhimbje që lën pas. Dita e zjarrit në Koçan ishte dita më e rëndë në jetën time, tha kryeministri Ristian Mickoski në konferencën ndërkombëtare për aspektet institucionale, klinike dhe zgjidhjet, e organizuar një vit pas zjarrit. Në fillim me 1 minutë heshtje u nderuan viktimat, ku emrat e tyre i lexoi Mickoski. Трагедијата во Кочани остави длабока рана во нашето општество. Во една ноќ се прекина животи, се променија судбини и се отвори болка која ќе остане долго во сеќавањето на нашата земја. Во тие часови цела Македонија застана. Веста се прошири со брзина која носеше неверување, страф и тага. Ministri i Shëndetësisë Azir Aliu u ndal te përkushtimi i punonjësve shëndetësor në intervenimin e parë për shpëtimin e jetëve, ndihmën e të lënduarve dhe më pas trajtimet psikologjike. Në konferencë morën pjesë edhe mjekët nga vendet e huaj, që pakurësim u angazhuan në shpëtimin e të lënduarve, për të cilët Aliu shprehu falënderim të madh. Вашата професионалност, солидарност и хуманост ќе останат длабоко запаметени, искрено ви благодарам многу за тоа. Во миговите кога секоја минут значеше надеж, вие бевте вистинските, пожртвуваните сојузници во борбата за секој човечки живот. Falënderim për ndihmën ndërkombëtare shprehu edhe ministri i punëve të jashtme Timço Mucunski, i cili tha se shpresë të madhe mori nga kolegët e tij nga shtetet e tjera, të cilët menjëherë ofruan ndihmë, duke bërë që gjithsej 115 persona të transportoheshin dhe të pranoheshin në spitalet e më shumë vendeve, ndërsa në vendin tonë bëritën mjek nga jashtë. Во тие тешки денови се покажа дека вистинската сила на дипломатијата е меѓународната солидарност. Благодарение на брзата комуникација со нашите партнери, активирањето на Европскиот механизам за цивилна заштита и подготвеноста на многу држави да помогнат, нашите пациенти добија медицинска грижа во болници ширум Европа. Më 16 mars shënohet një vit nga zjarri në diskotekën e Koçanit, ku humbën jetën 63 persona dhe mbi 200 të tjerë u lënduan.